Hello, sot dojna me bo një unboxing tjetër, e qka tjetër përveç pedin edhe vetë. Maskare, të lojnë me një krem, qëta zakonisht po ma përdor dhe nisa, në ftyrë edhe po më pëlqen që po më rënë make-up e nisa nej. E kom pak një shej që të nëhunë e ftyrë, se e kom bo një tretman ftyrës. Kjo është foundation që unë e përdori, këto së në gjenë gati kur kërkën, është foundation e Charlotte 700. E di që si shqiptoj mirë, po nuk e di anglisht e perfekt. Qëto e kom marrë kontura me provu për herë të parë, nuk është që e kom përdori ma herë. Duke qështu. Kjo është e lejas. Këtë kështë dalë eri e Fentit, lapsi dhe kjo e kaftë e buzës. Kënë zakonisht i moj matë. Blushi, eri e Huda Beautyt. Ishtë shumë e mirë. Qështë duket? Kom marrë një lapis të vogël. Një gloss. Shto se kom përdor në herë dhe shpo du me provu për herë të parë. E kom marrë një krem se mu ka tha shumë lëkura. Edhe jam të dasht me indru kremet e ftyres. E kom marrë edhe qëta. E të shët që të mbën. Sprejin si gjithmonë. E kom përdor sprejin e Marios, po nuk po më pëlqen në ftyrë. Maska të ftyrës. Qëto janë veç për këto përfumi syve, se unë kam problem shumë. Një gel të Sephorës për mi ngri vetullat. E tash që ju kalzajnë. Vetullat që shme i bën Claudia në Shqipëri, më pëlqen të i për shumë edhe e bleva, kjo është e Benefitit. Qka tjetër përveç edhe një tekstra të Fentit. Qka është shumë e mirë, realisht. Jo që i bën i buz të kafta. Ko marë blush të... Nejse, kjo ka glossi e para. I përdorim, nuk është që i përdori shumë gloss, po i përdori do që jenë ma të pembe të qeltë, ose klasike krejt. E që kjo është blush, kjo është concealer. Ku e kina mërë blushe? Edhe që kjo na dul concealer. Ua. Edhe këto klasikon për shto që jo fula më herët. Ku e kam mëre blushen? Më falni. Që se e kom përdor sot. E disha që e kom dikën. Nejse qëtu jën, që e kom blik sa here. Zakonisht është hera por që kom blik që ka që pak. Po, kom i provu bashk me juve.